ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد falëndërimi i takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet e unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përderisa ishte hypur në mimber në ditën e xumë, futet një burr në xhami, futet një xhamatli në xhami dhe i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: Ja Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul. Thotë i dërguari i Allahut, u shkatruan pasuritë dhe janë ndërprer të gjitha rrugët. Kështu që lutë Allahun subhanahu wa ta'ala, pra lutë Allahun azza wa jall që të lëshon shi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga minberi i drejton duart e tij ka qielli dhe i lutet Allahut subhanahu wa ta'ala: Allahumma ghithna, pra o Zoti jon lëshoshi, o Zoti jon lëshoshi mbi ne. Dhe siç ta transmetuesi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thot mes neve pro xhamis edhe kodrës Sel' në Medinë, thot nuk ishte shtëpia dhe ndërtesa. Dhe pas duas së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot në qiell nuk u vreke as ndonjë re, pro vrancinë as ndonjë copë saj. Dhe pas duas së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot afrohet një re dhe pastaj shpërndahet mbi qiellin e Medinës dhe nuk zbret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga hutbja, vetëm se i lagët mjekra e tij sallallahu alaihi wasallam nga shiu i rrëmbyeshëm dhe nga shiu i cili filloi me ra. Dhe pastaj thotë Enesi radhiyallahu anhu, dhe për 6 ditë të tëra apo për një javë të tërë nuk e kemi parë diellin. Pra çdo ditë duke rashi nga doja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj po vjen xumaja ardhshme dhe pra po vjen ky person apo një tjetër dhe po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të njëjtën fjalë: halakatil amwal wa inqata'atis subul, pra shkatrua pasuria dhe janë mbyllur të gjitha rrugët. Atëherë fedu Allah an yumsikaha anna, pra lutë Allahun subhanahu wa ta'ala që të ndalë shiun. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lutë Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe në momentin që ban doa, kur fillojnë mu largu e vrancinat dhe bëhet në Medinë një rreth dhe më honë duke u larguar, dhe kështu vëllezër të nderuar largohet shiu dhe ndalet shiu dhe ndalet vërshimi dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ju përgjigj doas së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga ky hadith madhështor që ndëgjuat, e mësojnë vëllezër të nderuar se besimtari gjithherë duhet të jetë i lidhur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe në momentin kur nuk bie shi, edhe gjatë momentit kur shiu zbret, edhe gjatë momentit kur shiu është
me tepër apo të pritës. Pra besimtari në gjendjen e parë apo në situatën e parë kur nuk ka shi, e lutë Allahun subhanahu wa ta'ala që me ra shi në tokë, dhe mos mu shkatru gjallecat, dhe me ju lehtësuen njerëzve jetesë atyre. Dhe gjatë kohës kur bjen shi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar duat dhe lutjet e shiut. Mirë po edhe nëse e verem se shiu ka dalë jashtë shtretërve të tyre, uji do më thonë, dhe u ka hyrë njerëzve në për shtëpia, ose i ka dëmtuar në tokat e tyre, në të mbjellrat e tyre, kështu me radhë, atëherë mësojnë nga kjo hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtari duhet ta lutë Allahun subhanahu wa taala që ta largon dhe ta pakson dhe të largon ata ujë të qenë në kodra dhe në pyje dhe në vendet ku nuk dëmtohen njerëzit dhe mbjellat e tyre. Por nga kjo hadith madhështor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mësojnë o vëllezër të nderuar se besimtari gjithherë duhet ta lidhë zemrën e tij me Krijuesin. Duhet gjithherë ta lidhë zemrën e tij me Allahun subhanahu wa taala. Nga se vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala është i plot fuqishëm për çdo gjë. Dhe mjafton urdhri i tij të thotë bëhu dhe ai bëhet. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kur ai don diçka me bë, vetëm i thot bëhu dhe ato për ato realizohet. Prandaj ne duhet ta meditojmë shiun që Allah subhanahu wa taala e zbret nga qielli. Nëse meditojmë Kur'anin se si ka përmend shiun, e shohim vëllezër të nderuar se Allahu xhelalu ala në Kur'an shiun e ka quajtur rahmet. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghayth." Dhe Allah është ai i cili zbret shiun dhe e shpërndan rahmetin në mesin e robëve. "Wa huwa al-waliyyu al-hamid." Dhe ai është më meritori për të falendëruar. Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu gjithashtu ka treguar në Kur'an se është zotëruesi i shiut. Dhe ai e lëshon shiun me mos të caktuar. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Ja ayuhan nas ubudu rabbakum." O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj. "Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Thot i cili ju krijoi juve dhe paraardhësit e juve në mënyrë që të bëheni të devotshëm. "Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha." Allahu është ai i cili për juve bëri tokën shtrat të përshtatshme. "Was-samaa'a binaa'a." Edhe qiellin e bëri kulm, e bëri mburoj. "Wa anzala minas-samaa'i ma'a." Edhe prej qiellit lëshon shi. "Fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum." Dhe nëpërmjet i shiut, Allahu nxjerr fryte dhe bereqete, rizq për juve, furnizim për juve. "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Prandaj mos i shoqëroni Allahut askënd, nga se ju e dini se ai nuk ka shok. Pra të gjithë janë të bindur dhe e dinë se i vetmi krijues është Allahu. Të gjithë janë të bindur se s'ka mundësi me lëshu shiun dikush pas Allahut krijuesit. Prandaj nëse Allahu veçohet në krijim dhe veçohet në këto vepra, atëherë do ta veçojmë edhe në adhurim. Dhe t'ja drejtojmë çdo ibadet, çdo lutje, çdo urdhër, ndalesë dhe lejesë vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe jo dikujt tjetër. Prandaj Allahu subhanahu wa taala gjithashtu nëse meditojmë Kur'anin, e gjejmë vëllezër të nderuar se Allahu subhanahu wa taala e ka autorizuar një melek që quhet Mikaili, dhe ai e lëshon shiun me urdhën e Allahut subhanahu wa taala. "Wa nunazziluhu biqadri ma'lum." Dhe thot Allahu dhe lëshojmë atë shiun në mos të caktuar. Dhe siç ka ardhur në transmetime Mikaili alayhis salam, ky melek që Allahu ja ka besuar këtë çështje e mot ujin sa ka më rënë tokë. Dhe sipas urdhrit të Allahut subhanahu wa taala e lëshon. Prandaj kur ne Allahu na ruaj të meritojmë dënimin, Allahu subhanahu wa taala e urdhon të lëshon më tepër në mënyrë që të pastrohemi.
Dhe kurdo që popujt të ndryshëm jenë dytë për shkak prostitucionit dhe për shkak mëkateve të ndryshme, atëherë Allahu subhanahu wa taala ka dërguar me dënime. E ju një vëllezër të nderuar të marrë mesim për këtyre, nga se ashtu si shiu është rahmet dhe mirësi e madhe Allahut, ai nga njëherë mund të jetë edhe dënim prej anës së Allahut subhanahu wa taala. Leco për ngjarjen e popullit të Lutit alayhis salam, kur ai popull ishte i shfrenuar dhe ishte i dhanë pas meshkujve, dhe në mesin e tyre ishte përhapur homoseksualizmi, atëherë Allahu subhanahu wa taala e urnoi qiellin që të zbret shi, mirë po jo sikur se shiu që i ngjan ujit, mirë po shi rrëmbishëm prej gurve të xhenemit, mirë po Allah e quajti shi dhe dënoi popullin e Lutit alayhis salam. A nuk është ky mëkat i përhapur sot në mesin e njerëzimit, derisa edhe lobohet dhe protestohet nëpërmjet duke i përdorur sheshet e qyteteve dhe kryeqyteteve të shteteve të ndryshme që të ligjësohet dhe të përhapet sa më shumë në mesin e njerëzve. Dhe kur përhapet ky mëkat, Allahu subhanahu wa taala zbret dënim. Pra Allah azza wa jalla dënoi këtë popull me shije të rrëmbishëm. Dhe gjithashtu Allah subhanahu wa taala tregon se si ka dënuar popull të ndryshëm. Prej tyre popullin e Nuhit alayhis salam. Nuhi alayhis salam ishte i dërguar tek populli i tij dhe kishte kaluar ndërta 1550 vjet, duke i thirrë në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, duke i thirrë që ta pasonin atë dhe të binshin atij se ishte i dërguar i Allahut subhanahu wa taala. Mirë po populli i tij e kundërshtuan atë. Dhe për vite me radhë nuk e ndëgjuan atë, derisa kur Nuhi alayhis salam i thërriste në rrugën e shpëtimit, gjalu asabiahum fi adhanihim, ata i vendosnin gishtat e tyre në veshtet e tyre, që mos ta ndëgjojnë Nuhin alayhis salam. Dhe gjithashtu wastaghshaw thiyabahum wa asarru istikbara, dhe i vendosnin rrobat e tyre në fytyrë, që mos ta shihnin Nuhin alayhis salam. Dhe kështu të mendjemdhej këmbgulën në kufrin e tyre. Dhe Allahu subhanahu wa taala na tregon në surën Qamar se si Nuhi alayhis salam ju drejtua Allahu subhanahu wa taala, fad'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Prandaj ai Nuhi alayhis salam e luti Zotin e tij dhe tha: Zoti im, unë jam i mundur, prandaj më ndihmo. Dhe Allahu azza wa jall thot: ففتحنا أبواب السماء بماء مندهر, dhe ne i hapëm portat e qiellit me shije të rrëmbishëm, wa fajjarna al-ardha uyuna, dhe pastaj nga toka shpërthyen burime, faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, dhe u bashkua uji deri në atë mos sa ishte caktuar për dënimi i tyre. Dhe thot Allahu: wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur, dhe ne e shpëtuam Nuhin në dërrasa dhe gozhda. Pse Allahu xhelalu ala nuk tha shpëtuam Nuhun në anije, mirë po përmeni dërrasen dhe përmeni gozhdat. Kjo vëllezër të nderuar për arsye se kanë thënë disa nga dietarët, tokën e kishte vërshuar dhe kishte kapluar uji. Pra tufan shumë i madh që s'kan gjanë ndonjëherë i tillë. Prandaj ata që ishin me Nuhin në anije ishin të shpëtuar. Dhe Allahu nuk thani anije, mi po thani dërrasa dhe gozhda, për mos të shkuar mendja se ka pështu anija, mirë për ka pështuar Allahu xhelalu ala. Prandaj Allah është ai i cili të shpëton prej vërshimeve, Allah është ai i cili të ruan, Allah është ai që ne duhet të lidhemi me të, Allah është ai i cili ne duhet të drejtohemi gjithëratina. Prandaj Allah azza wa jall se ke shembuj në Kur'an, pra se si ka dënuar popujt të ndryshëm për shkak mëkateve të ndryshme, wa minhum man aghraqna, dhe tha Allah dhe disa prej tyre i fundosëm, pra i fundosin e ujë, i fundosin me dënime të ndryshme. Dhe si thot Allah për popullin e Sebeit, fa'aradu fa'arsalna alayhi sayl al-arim, dhe ata e kundërshtuan urnat e Allahut, dhe kundërshtuan pejgamberin që a dërguam, edhe librin nuk e kishin parasysh të cilën e kishin përpara tyre. Prandaj ne u hapëm atyre 2 digat. Pra ato ishin 2 diga, ishin 2 brana, dhe Allahu boni që me shpërthy ato,
dhe pastaj me marr tërë fshatin, apo tërë qytetin dhe tërë ata banor, nga se merituan dënimin e kundërshtimit, e merituan dënimin e mëkatit, e merituan dënimin e mendjemasisë e tyre që nuk i bindshin pejgamberit të Allahu subhanahu wa taala. Inna fi dhalika la dhikra, thot Allah subhanahu wa taala, në të gjitha ato që të kemi rrëfyer ty o Muhammed, me të vërtet ka mësime, ka dobi dhe ka përvoja limen kana lehu qalb, për ato i cili ka zemër, au alqa sam'a wa huwa shahid, edhe i cili me vëmendje ngan, edhe merr mësim për gjithë atyre që ka përmend Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Elusëm Allahun azza wa jall që këto vështrime të cilat kanë gjatë të mos jenë dënim për neve, mirë po të marrëm mësim për tyre dhe të ruhemi gjithherë në dëshkimit dhe dënimit të Allah subhanahu wa taala. Elusëm Allahun azza wa jall që Allah t'ia lehtëson të gjithë atyre që janë prekur nga këto vështrime, Allah azza wa jall t'ia lehtëson gjendjen e tyre dhe Allah azza wa jall na ruan nga çdo gjë që shpihen e hidhrimin dhe zemrimin e Allah subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Hazrat të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi disa sunete gjatë rënies së shiut. E para prej tyre, kjo normalisht kur moti është me vapë dhe jo sikurse ditët që jemi ftoft, pra që të shpaloset një pjesë e trupit, qoftë koka apo krahë, që të goditet prej ujit që zbret nga qielli. Nga se siç ka ardhur transmetim në hadith ku disa shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë ishim së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thotë dhe filloi të zbret shi nga qielli. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpalosi kokën e tij apo krahun e tij, dhe sahabët i pyetën se pse veprove kështu. Atëherë tha, ky shi sa ka dalë prej Zotit, kështu që kam dëshirë të prek trupin tim. Dhe shi është bekim prej anës së Allahut subhanahu wa taala, por është bereqet prej anës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe është prej sunetit që nganjëherë pra të shpalosim kokën apo krahun që të na godet ky rahmet i Allahut subhanahu wa taala. E para dyta, ti thomi dua që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi që kur bie shi të themi Allahumma sayyiban nafi'an. O Allah, bëje që ky shi të jetë i dobishëm. Por shiu pas ka mundësi me kanë i dëmshëm, pas ka mundësi me kanë i rrezikshëm. Prandaj besimtari lut Allahun azza wa jall që të jetë i dobishëm. E treta na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur të bie shi, me i drejtu durt ka qielli, apo me bë dua, pra me lut Allahun subhanahu wa taala. Nga se transmeton Abu Davudi në sunenin e tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dy kohë nuk kthehet doja mbrapa. Thot me sezonit dhe i kametit, doja, lutja pranohet dhe në moment kur është duke ra shi. Pse në momentin kur bie shi, se tha më herët, shi është rahmet. Pra Allah subhanahu wa taala i hap dyert e qiellit. Dhe Allah subhanahu wa taala i pranon duat për ata të cilët i lutën Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur e shohim që shiu është teprit, pra është në sasi të shumt, atëherë me bë dua dhe me lut Allahun azza wa jall, Allahumma hawalina la alina. O Allah, për rreth nesh dhe ju mbi ne. Dhe me lut Allahun azza wa jall që shiun me largue. Pra ashtu që shu largu në xhumon e dytë kur u lut pejgamberi alayhis salam dhe shkoi shiu në për kodra, në për kodrina, në për lugina dhe në bimet e mbjellura kështu me radhë, pra me lut Allahun subhanahu wa taala që me largue dhe me na ruaj prej vërshimeve dhe dënimeve që Allah subhanahu wa taala mund të zbret. Prandaj lutem Allahun azza wa jalla edhe një herë që ky shi të mos jetë dënim, dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah mos na ndajë nga rahmeti i tij, dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah të jetë me neve dhe jo kundër neve. Lutem Allahun azza wa jall që të pendohemi për të kaluarën tonë dhe ta përmirësojmë të ardhmen tonë.
Elusme Allahun azza wa jall se cili prej nesh të nalet të mediton në veten e tij, ku është me Zotin e tij, ku është me veprat e mira, ku është me leximin e Kuranit, ku është me prezantimin në xhami, ku është me faljen e namazeve, ku është me dhënien e sadakas dhe ku është me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون